Sa interesant edhe sa lezet pas ka me dalë katunari në qytet. Dola mas disa ditëve në mes Cyriut, mes qytetit, bash të Jelmoli shtu afër në gjitur. Ose më saktë të kuafer Valentino në Cyri. Nifet ky kuafer Valentino në fakt. Edhe erdha sot për t'ju prezentuar, siç ju thash në studio, vajzën e miku tim Berat Berishës, Arbresha Berisha, e cila ka hapur një sallon të estetikës, depilimit, rregullimit vetllave, çerpikut e gjitha këtë me radhë. Pra, Arbresha është një vajzë e suksesshme e cila ka marrë një sallon në mes Cyriut në kuafer Valentino brenda në ambientet e këtij kuaferi, brenda në ambientet e këtij kuafer Valentino. Kam dëshirë ta prezantoj tek Folk Ship Show, tek mira miliona shqiptarë që na shohin gjithë botën, konkretisht për vajzat dhe nënat apo gratë në përgjithësi në Zvicër. Po ashtu edhe meshkujt bën depilimin perfekt të lëkurës për femra dhe për meshkuj. Kam dëshirë ta prezantoj Arbreshën tek shqiptarët në Zvicër. Hale me mua ta prezantoj Arbresha Berishën tek gjithë shqiptarët e Zvicrës anë mban. Shumë interesant dhe shumë sallon i mirë, shumë perfekt, ambiente të mira, edhe më duket që këtu poshtë, këtu është kati për dhjes, apo kati i parë, edhe në podrum poshtë është studio e Arbreshës. Sa interesant dhe sa piktura të bukura pas kanë këtë korridorin e sallonit, zbritën poshtë, salloni është lartë, për shkallë vjen poshtë, jemi para derës Arbreshës. Hajdeni të gjitha gratë, të gjitha femrat, meshkuj, kush ka dëshirë për depilim, vetlla, çerpike, gjitha këtë meradhë, të gjitha shërbimet që bën Arbresha, hajde këtu. Halo! Hoj! Përshëndetje! Përshëndetje! Si kalove? Mirë, faleminderit. Au love? I ka pak. Jenë punë? Pa. E pse nuk ka marrë pak ma vonë, unë po erdha tash edhe po të pengoj. Po me këshirë qysh punoj. Okej, a mundem me pa të punu i herë, mos të ndërprej punën? Okej, vazhdo punën në Arbresh, pastaj kam dëshirë me t'i bo disa pyetje. Pasi Arbresha mbari punën, unë e prita edhe të shqipo ja jap dorën Arbreshës. Si Arbresh? Mirë, faleminderit. Si e kalove? Mirë. A i love? I ka pak. Ka pak. Okej, ne të kërkojmë falje që të pengum punë në fakt. Por kam pas dëshirë me të prezentu tek të gjitha femrat shqiptare në Zvicër, po ashtu edhe të meshkuj shqiptarë në Zvicër, sepse jeni vajzë suksesshme pas këtë dyqanin, salonin në një vend jo gjithë kushi mundet me marrë këtu dyqanin. Po, pas shumë fat. Ke pas shumë fat. Po si ka ardhur ideja, apo si e morë, si më arriti me marrë dyqanin në këtë ambient? Me kontakte, ku marrë dhe ku më këshyrë, më ka pëlqyer shumë edhe venin ku është. Jo me qëra këtu, po, shumë ka pëlqyer edhe e ku morë. Bravo. Arbresh, ti e bën këtë punë prej viteve? Ka shumë vite që e bën këtë punë, apo e ke pas pasion qysh e vogël, apo qysh ka ardhur ideja me marrë këtë zanat? Jo, pasion se kum pas që 3 vjet punoj me këtë punë, edhe ku menu e vazhdoj vetë, edhe kum bo shkollën, se do të me bo pi 2024-ën, do të me bo një shkollë, edhe kum kry, e ja kum nisë. Bukur shumë, bravo. E sa kohë ka që e ke ambientin këtu, dyqanin këtu? Që 2 muaj. Që 2 muaj? Pra dhe më thonë... Jo me re. E re këtu. Si po kalon me pjesën lartë? Shumë mirë. Shumë mirë. Po, shumë të mira janë kanë ardhe dhe këtu, u bo gati për verë, edhe... Okej, të u bo gati për verë. E klientela jote janë shqiptare më shumë, zvicerane më shumë, çfarë klientele ke? Kush vjen te ti më shumë ti? Shoqëria jote, shqiptare, zvicerane, apo? Shka mos. Kam familje, kanë ardhë, shoqet, edhe këta naltjon, lojën turke, ka edhe zvicerane, zviceran. Pra ty të lidhet puna shumë mirë, Arbesh. Vinë lartë me punu flokët, me u rëmbëllu, pastaj këtu me u depilua. Mërëz jam bollë, një par eksperti depilimit, të bojnë ndërvista me...
O, interesant. Edhe meshkuj depiloni edhe femra depiloni. Po. Pra, Të të dy gjinit. Mhm. Ma vështirë meshkuj, nëse qimja mashkullit pak më e vështirë. Po, është edhe kanë më shumë. Kanë edhe ma shumë, po. Janë edhe më të forta, kanë edhe më shumë ndjenja dhe më shumë. Dhimbët kanë më tepër. Okej. Amo kështu mirë. Është mirë. Po. Si është adresa fix këtu? A din adresën që kemi shumë shikues në atje për me ardhur te Arbresha këtu për? Unë jam Pelikanplatz 50 në Zürich, midis Zürichit. Arbresha je lindur në Zvicër? Po. Gjuhën shqipe flet shumë mirë? Besoj që po. Besoj që po. Edhe folin. Je nga Presheva? Jam. Shkon shpesh në Preshevë? Të kallzoj drejt, jo, na jena trom Gilan. Në Gilan? Po, okej. Në Gilan, shkoni shpesh? Rin Gilan, amo e kum pa edhe Preshevën. Okej. I kam edhe do të familjes aty. Në Preshevë, po. Kena kontakt edhe ata janë në Zvicër. Po në Gilan, a shkon shpesh? Në Kosovë në përgjithësi a shkon shpesh? Një herë në vit. Një herë në vit. Të pëlqen? Po, më pëlqen. Është mirë. Shqipnia, më pëlqen pak më shumë, po I kënë gja babit. I kënë gja babit, se babi është I trënd për Shqipërinë. Për që ato. Amo edhe Kosova më pëlqen shumë. Okej, mirë shumë, bukur. Arbresh, ti e fillon punën, në cilën orë të ditës e fillon punën në këtë? Unë e nisi pi 9, muj me kry deri në 7, amo kështu jam pak si fleksibël. Okej, si pas termineve? Po. Okej, pra ti punon vetëm këtu? Okej, pra, do më thonë, klientel kesa duç, por unë kam pas dëshirë me të prezentu të shqiptarët e Arbresha, që me vështu përsëri. A ke synim me hap sallone tjera, pika tjera me zgjeru këtë biznes, përderisa ke marru dhe shkollën, pse jo mos me pas Arbresha brandin e vetë, për shembull. Si e ka emin... A pinch of beauty. A pinch of beauty. A pinch of beauty, çfarë shërbime të bën përveç depilimit? I bëj edhe brown lash lifting. Po, të dytë. Do më thonë, vetëllat dhe qërpikt? Po. Okej. I qoj pak më naltë. I qënë pak më naltë dhe I rregollën pak më mirë. Okej, a ke mendu që ky sallon jot mu hap një pikë këtu, një në Lucern, një në Basel, një prapë me pas një brand tëndin edhe me punu, përderisa je re dhe ke marrë studimet për këtë punë edhe pse jo? Po, menime kum pas, amo dumja fillu këtu, se për me edhe bani unë pëlqen shumë, jo me Zürichit, në Zürich njëf kejtësanet, edhe pse jo, ma modhe, po nasha dikur, amo kako. Kako, se jetën e ke përpara. Cilat nacionalitetet femrave janë ma klienta ose mështeri, se I kanë mështeri, të mira, që janë pa fjalë, pa telash, e vinë rregullohen, ikin, zbojnë pazar, t'japin partë edhe ikin. Krejt janë të mira. Po. Nuk është Jo, mu së më pengon. Edhe, unë e kum provu edhe me përqimje me dhonë, ose nëse I bëndet seanca mun apet 20% mi morë. Kështu që kum këshirë pak. A shtyhen me Arbresh gratë në pazar? A shtyhen në pazar? Jo. Më thonë, ma liro pak, ma liri, se po më duke të shtreti, a ka kështu shtyje çmimit pak në për këtë? Ka, amo s'është që unë pengon ose më shkon nerva. A ullë çmime në herë kime dashtë? Po. Si pas një personi që ka nevojë? Po. Nështë dikuja ke bërë dhe gratis, se ka në pas nevojë, nështë. Po, ka pas edhe për gratis. Bravo të qoftë Arbresha, shumë mirë. Shumë mirë. Çfarë janë synimet e tua në Talmen? Me bo punën mirë, profesional, me ditë qysh me punu, edhe mu bo ma modhe. Okej, bravo të qoftë. Ti për vete ku I bën shërbimet tua? Për shembull të vetëlla, çerpikëve, këto shërbimet për vete ku I bën? I bën vetes apo I bën vetë? A është e vështirë? Kjo makineria çfarë është kjo? Kjo maqina e kumble në Zvicër, është e prodhume në Itali, është për mi depilu kimet, edhe më kallzon këtu sa sekunda me një pjesë me nejt, klienta nuk nin as dhimta nashta pak si tuti nuk kimet, dohet amu mi ni. Po djegja apo nxemja jo ndoshta? Jo, djegja s'mund më konë se është edhe ftoft, edhe nuk e vren atë nxehtën. Edhe nëse po, unë kallzon kliente, mund me rregullu këtu pak edhe
vazhdoj punën. Okej, bravo qoftë Arbresh, më vjen shumë mirë për besë. Kam dëshirë Arbresh që ta marr një mesazh prej teje. Për vajzat, shoqet, njerëzit që të njohin apo edhe ato që s'njohin, që ke dëshirë mi pas mështëri të tut. Qa ju kisha thënë? Mirë se vini, muni me ardhë, banu gati për verën, edhe, po, ju mirë pres, punoj mirë, punoj profesional, e këmë bo shkollën, edhe ju mirë pres. Bravo qoftë Arbresh. Kështu që ju ftoj të gjithëve që t'jeni pjesë e salonit e Arbresh Berishës në mes të Syriut. Hier därför mich gern kontaktieren unter 076 609 11 28 oder auf Insta pinch.ofbeauty. Kthehemi në studio sepse e kemi një situatë, intervistë, një analizë shumë të mirë me zotin Daniel Waffler.